Telefoni mas pari në Alezani? Në aspektin energetik, këto që po e cek atë fetja, dhe me tonë, akumulimi i mlefit, kryon blokada në pikat energetike. Ne kemi trupin fizik edhe kemi trupin shpirtëror. Si rezultat që aty në emocioneve të blokume mrenda, që aty në mlefeve, se gjdo fjallë që e folim, ose gjdo fjallë që e mojmë në mrenda vetës, gjdo fjallë e ka një frekvencë caktume, në qëfar do raporti, qoftë në raport shoqëror, qoftë në raport intim, aja ka një frekvencë. Nëse që aja blokuat në brana, se gjdo fjallë që e folim në është energji në lëvizje. Do thonë, emotion is energy in motion. Po. Edhe kur blokuat ajo, atër i blokon pikat energetike që ndikojnë masni në aspektin psikologjik. Tash, a duhemi me falë? Pa tjetër që duhemi me falë, nuk është e lehtë, të fetja shumë mire e ceke që duhet kogja me konë dhe një farë kjo tha inteligencë emocionale, po qështu është, po nuk është vetëm inteligencë emocionale, është nivelli vetdijes shpirtërore. Se që ajo inteligencë emocionale nuk bën pjesë në psikik, bën pjesë në fushën energetike, në shpirtin tënë, që mundet mu manifestu më ndej në përmes qësaj projektimit që e bujmë në përmes mendjes tonë që komunikojmë me botën e jashtme. Tash. A është projektim atëherë dhe lëndimi? Tash varet sa është i akumuluar. Apo kupton, varet është lëndimi tashëm, është dallojnë këto sene, nëse është diçka që... Na flasim, unë po mendoj Mbasti çfarë lloj lëndimi është në raport shoqëror, është në raport intim. Zakonisht lëndimet më të mëdha janë ato dashnie emocionale, po pra. Pse? Se po të tregoj tash për ka aspekti profesional i bioenergjisë, për ka shkenca e bioenergjisë. Në momentin që dy njerëz kanë intimitet, ajo shkëmbim më i lartë energjetik në mes dy personave. Dhe më thonë lidhet një kabël energjetik mes atyre dy personave. Kanal. E që shëndikon ajo është temë shumë e gjatë. Po, me falë duhet, duhet me falë, po duhet me falë, por, unë e thëmë kështu, unë e po ta fali, jo pse ti e meriton, po pse unë e po du mu shliru për kësaj ngarkese edhe me vazhdu jetën për para. E qka është mes teje dhe Zotit, nuk është punë e mja. Unë po ta fali, me zemër dhe me shpirt, jo pse ti e meriton, po pse unë po du mu shliru për kësaj ngarkese edhe me vazhdu jetën për para. E qka është mes teje dhe Zotit, nuk është punë e mja. Unë po ta fali, me zemër dhe me shpirt, jo pse ti e meriton. Afirmime jetën po. Njerëz, gjithsesi mendoj që nëse të falim, e veshim një këmishë të viktimës. Një farë lloj këmishë të viktimës. Unë po flas në përgjithësi në jetë, çka kam pa unë edhe çka shoh për çdo ditë me klienta